Vazhdo me një kronik nga rajoni, minatorët e kompleksit të minierave të Trepçes në Kosovë pezulluan për një muaj grevën e filluar ditën e martë me kërkesat për përsaktimin e qartë të statusit të këtij kompleksi. Vendimi i tyre pasoi letrën e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, i cili i bëri thirrje të japin fund grevës, duke i siguruar ata se statusi i Trepçes do të zgjidhet sipas interesave të Kosovës. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Qindra minator të kompleksit të minierave Trepça i dhanë fund grevës duke paralajmëruar se do të vazhdojnë atë nëse brenda një muaji qeveria nuk qartëson statusin e këtij kompleksi. Që nga mbrëmja së mërkurës ata e kanë shqyrtuar një letër që u kishte dërguar kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, duke siguruar ata se qeveria është duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme dhe të mushme ligjore që statusi i Trepçes të zgjidhet një herë përgjithmonë në interes të minatorëve dhe të qytetarëve të Kosovës. Në letër ai kishte sqaruar hapat e ndërmarrë nga qeveria e Kosovës, të cilat si thuhet në një njoftim të zyrës së tij, kanë shmangur falimentimin e Trepçes dhe kanë siguruar perspektivë zhvillimore për të. Kryeministri Mustafa po ashtu ka shprehur përkushtimin e qeverisë së Kosovës për të mos lejuar asnjë veprim që do të dëmtonte interesat e Trepçes dhe të shtetit të Kosovës, duke bërë thirrje për ndërprerjen e grevës dhe që të gjithë së bashku t'i përkushtohen punës në interes të vendit, në interes të shtetit të Kosovës, thuhet në njoftimin e qeverisë. Minatorët vendosën ta pezullojnë grevën e filluar të martën duke kërkuar shpjegime rreth fatit të këtij kompleksi dhe miratimin e një ligji të veçantë, në bazë të së cilit ky kompleks të shndrohet në ndërmarrje publike në pronësi të qeverisë së Kosovës. Greva pasoi miratimin e ligjit për riorganizimin e ndërmarrjeve të caktuara dhe pasurisë së tyre në mënyrë që t'i hapet rrugë riorganizimit të kompleksit të minierave Trepça. Kjo pasoi vendimin e Gjykatës së Lartë të Kosovës për të shkurtuar afatjen e riorganizimit të Trepçes deri më 2 prill nga Agjencia e Privatizimit, por qeveria hoqi nga rendi i ditës çështjen e pronësisë mbi Trepçën, ndonse kishte paralajmëruar që nëpërmjet ligjit ta shndrojë atë në ndërmarrje publike. Trepça vazhdon të administrohet nga Agjencia e Privatizimit, ndërsa qeveria tha se për të duhet të bëhet një ligj i veçantë dhe se ndryshimet kushtohen edhe nga borxhet që ka ky kompleks, që sipas vlerësimeve arrin në rreth 1 miliard e 400 milion euro. Ndryshimet në qasjen e qeverisë nxit reagime edhe të opozitës, e cila akuzoi atë për mbrapsje para trysnisë së Beogradit, i cili tha se nuk do të pranojë asnjë vendim të qeverisë së Kosovës lidhur me kompleksin e minierave Trepça. Beogradi ngul këmbë se pronari kryesor i Trepçes është Fondi për Zhvillim i Serbisë dhe se çështja e pronave duhet të jetë pjesë e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy palëve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, vazhdimi i të cilave pritet më nën shkurt. Kompleksi Trepças që ndodhet në Mitrovicë është i ndarë sikurse edhe vetë qyteti. Minierat ndodhen në pjesën e banuar me shumicë shqiptare, ndërsa shkritore dhe kapacitete tjera prodhuese në pjesën e banuar me shumicë serbe. Përfshirja e Trepçes në procesin e privatizimit është pamundsuar për shkak të pretendimeve serbe dhe shitjes së aksioneve të saj gjatë viteve 90-ta, kur administrohej nga Beogradi. Dikur Trepça ishte gjigant ekonomik i Kosovës dhe një prej ndërmarrjeve më të mëdha të ish-Jugosllavisë në vitet e 80-ta, ku punonin mbi 20.000 punëtor. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.